me vendime, mundësi të reja që japin ngjyrë asaj që duam të bëjmë. Është një ditë që vërtet mund të bëjmë bisedime shumë të rëndësishme në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me ekonominë, kanë të bëjnë me vendime të rëndësishme që mund të marrim, sepse përgatitemi për një javë që ka rëndësinë e veçantë në vetvete, ka rëndësinë e veçantë në familje, në çështjet ligjore, ndryshime të mëdha që do vinë dhe koha që do t'rregoj për mundësitë të arta që do të kemi edhe çështje të tjera që do të pasojnë. Ajo që kemi ne që ka një peshë shumë të madhe, kanë pasur probleme, përfitojnë shumë shenjat e ajrit dhe shenjat e zjarrit. Shenjat e ajrit, siç janë binjakët, siç janë ujorët, dhe një nga ndikimet më të mëdha që japin mundësi janë peshorët, që kanë dashurinë dhe zëmërgjërsinë. Kurse në shenjat e zjarrit, që ka të bëjnë shenjës së dashit, luani shijetari i ditëçit të tretë, ku u jepet një kohë për të rregulluar, stabilizuar gjërat që kanë lënë pas